يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Normal këtu poshtë jemi duke folur tani që kemi ndërsuar pak temën për xhumos së kaluar, jemi duke folur rreth dispozitave të Ramazanit. Me që na nuin në Ramazanit, të flasim rreth dispozitave të Ramazanit. Sikur që kena përmen në derset e kaluara, që edhe vitin e kaluar, po edhe pak në herën e kaluar që falun këtu, kur fillan muaj Ramazanit, që kena pas përmen, jo muaj Ramazanit do të më shku me hanë, e sene që i përmendëm ato, pastaj, qka e përish, ato qka nuk e prish, mendohet se e prish, por ato nuk e prishin, që kena pas përmen në derset e kaluara. Për shembull, na është me qitë pika në sy, kena përmend që nuk e prishin edhe me qitë pika në sy, ka kuq syri, të punu, ka hi plohën e sene, mi po është agjerushme që do pika në sy, nuk ja prish agjerimin, edhe sene tjera që kena pas përmend. Ndërsa, herën e kaluar, falëm këtu, që kryesorja, nishi, në çështje të agjerimit është mos me ngran, mos me pi, edhe më u largu prej marrëdhënieve me bashkëshortën, prej mëngjesit deri në mbrëmje. Tani besa kanë pas përmend edhe herave të tjera që prej mëngjesit në mbrëmje ose kur t'janë nis çat ditë me agjeru, duhesh me bë njet, sipas shumicës së dietarëve për çdo natë, duhet me bë njet. Nëse se bën njet, hiç si kimi agjeru ose s'u ka sill në kry hiç, atëherë nuk pranohet ajo ditë. Nuk mjafton, e kena pas përmend që nuk mjafton veç një herë me bën njet në fillim të Ramazanit edhe më asnjëherë. Se çdo ditë është ibadet në veti. Apo, sikur për shembull, ti nëse prish një ditë të muajit të Ramazanit, nuk do të thotë që ke prish këtë muajin, po ke prish vetëm një ditë. Kështu që çdo njeri do të njet në veti. E pa ta përmend një që elbette nëse rastis për shembull që njëri e ka marrë gjumë është lodh, për shembull, si miki, është lodh të punu edhe tash ka në shtëpi, ty prit për me hangër iftarin, po që e murë gjumi hale pa hiku a iftarit. E murë gjumi, po që i lodhër ka qenë, sa që mos si ka dollë gjumi vetëm se ka flenjë gjithë natën, nëse ka ikë edhe jacia, edhe akshomi, vetëm se kur i ka hi koha sabohet. Kur i ka hi koha sabohet, trak, nëse pas na folë akshomi, se pas na folë jacin, por iftarës pas na pas sëfër, por as njetë se pas na bo, kërë që nuk ka atë ditë agjerim për të. Hajde me kjo. Nuk ka agjerim për të, me bo njetë, pa tjetër. Që këna pas përmend me herët, kthehemi në temën që e lam herën e kaluar. Për i të mirave, prej suneteve të agjerimit, është të agjili l'iftar, me shpejtu iftarin. Nuk është prej sunetit, me thonë i hini koha iftarit, hajtë se koko, edhe të e ki që të ujin ofër, që të e ki hurma të ki ofër, që të e ki ushimin për të elen. Ndodhë për atyne që vinë për shumë me falë akshamin. Athire zani, por aj nuk e prish, i ka hurma në për gjamia plët Kosovës, e ka hurma të ato, edhe ujin edhe krejt, pa aj si aprish të të hajtë se ku që kejnë në shpe. Që kjo vënesa nuk është për i sunetit. Si tipit mundësia, rasti par i hinkoha, me njëherë me prish, me njëherë mja njësë me na i hurme, edhe në dishka të ngjashme se ujë. E jo me vënu. Pra jo me vënu iftarin, sikur që ndodh ka njëherë me vënu për disa njerëzve. Argument për çto
një hadith që sjell edhe Buhariu edhe Imam Muslimi që vjen për Abdullah ibn Abi Aufa që thotë se ishme njëherë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një udhtim. Edhe u afru diellin perëndim. U afru dielli, u zhduk. Edhe me thonë si zhduket dielli. Zhduket nuk shifet, u iftari. Edhe u zhduk. Kur sa po u zhduk me njëherë, ose në qasët e fundit bile ishte krejt, kur i tha pejgamberi alayhis salam, i tha, a ka në kush prej burrave këtu? Ishme tha me njotim. A ka në kush prej burrave që e përzin pak, e këshim pas një kufe të madhe, ka zana që me thonë, tenxhere, një tenxhere të madhe me ushqim. Por pas ka pos nevoj me qitë me nxej, edhe na me një lukë të madhe, në që përzin e ka një tru. Edhe ta këshim pos me veti, po të prit ata deri sa të përfunda mirë, e djeli, e deri sa ta një të falen, e kata sahabët, si ka është duk me njëherë, pejgamberi tha, a ka dikush që e përzin atë tenxherën për me hongër buk? Ata njoni prej sahabive tha, o i dërgumi Zotit, tha po, a nuk përpresmi edhe pak, mi në që duket krejt edhe rrezet edhe në të vanujnë edhe pak. Pejgamberi tha, a ka në e kush, ja përseritit, a ka në e kush që e përzin tenxherën, me atë duke në modhe, a ka në e kush që e përzin të në ban gati ushqimin. Ata i thanë, deri se kur e përsëriti 3 herë, ata u qunë njën, i tha, hajde pare koftë, janë nisi për përzim për ban gati iftarin. Pejgamberi asëm tha, idha ra'aytumul lejle, qad aqbala min hahuna, fe qad eftara saim. Tha, kur ta vëreni, o ju njerës, tha, pejgamberi asëm, shuk vetë veti, tha, me këto i dojtuhet, umetit krejt. Kur ta vëreni, tha që humbi djeli, tha, erdhë koha, duhet të, ose është e nevojshme kërkuhet që agjeruesi me prish, me ngronë dhe shka, se me pi diçka. Si të humbët, ta mos e pritni me qku shumë largë. Nga që kje për mëseni, që si ti hin kuha. E këva dhe këta të më shumë janë, kom pak në qitë pikë, që e presi me dakika. Një vrejt, më shumë, këta kënë modë dikon më bështetje. Me dakika e presin, trak, ata të notë me dakika qa që kemë posë kapacitetet, nëse nuk kemë posë se edhe me këshu punën e djelit, nështë ka dhe procedura pak ma shumë, por e kemë këshu me dakika. Ta kihini tak, janë isë me ngronë. Edhe me regullisht kështu. Si të humbe djelit, si të hinë koha, si pas islamit, me njëherë janë isë me ngronë iftarin. Kjo është sunet. Pastaj, prej sunetit është prej të mirave, ti si agjerues, haji, është edhe prej të mirave që mja nis me naj hurm. Mja nis me prish me naj hurm. Me hurma. Njëherë me hurma, bojmen. Edhe, mas mirë të është se pejgamberi që është e ka nis. Ndërsa, jo mja nis për shamo të ato e ki një ëmbëlsirë, ato e ki do një gjellë të mija ka morë, ju ka tërë borki sene një gjellë, a gjisë, ju po na i kujtë, edhe tash mja nisë me njëherë shpejt, ju. Asë me supa, nuk di supa, nuk hena për të ajo, vetëm se më e mira është mja nisë me hurma a gjisë. Por, që njoni, si ka shku mendja, me ble hurma për iftar. E por, a e dyta ka mundësi, e ka haru kërejt. E treta se ka mësua, shpia vesë është mësu kështu me hurme, nëse s'ka hurma me nis, e nisni me uj apet. Jo me ushimet e tjera me njëherë. Tha pejgamberi alejhi, ose një hadith që vjen për Enesit, që Shekull Albani ka thonë është i mirë, ka të smetu, Ebu Davud, Tirmidhiju dhe të tjera, në Hajjere ka thonë është i mirë, për këtë hadith që po e flasë, tha Enesi, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufattiru ala rutabat qabla an yusalli. Tha se pejgamberi alayhis salam kur i hike koha iftarit, e preshke iftarin me dëhur më të mira. Para me dëhur më të mira e preshke iftarin, edhe ato ku e preshke
edhe shkejke mu falë. Kështu është me e njëra. E preshke edhe shkejke për mu falë. Fe in lem të kundohë të betë, falat të marat. Nëse s'kishte në i hurmë të mirë, rotab i thujnë, atër do hurma pak ma dëpta nëse kishte pas, temra i thujnë, qasë e merë, ke? Se unë kam pas të regu që në Medine janë ishine 20 lloje të hurmave. Fa in lem të kun hasawati mimma, e tha e nesi, pejgamberi alayhi as-salatu wasallam, nëse nuk gjojnë ka si hurma të mira mja prish, do pak ma të ulta, nëse asasi s'gjojnë ka tha, merë ke disa glënka uje. Disa glënka uje edhe e prishke me uj. Këto që përmendja Haxhia. Pra niset prishja e iftarit me hurma, gjesh në hurmat nivelit më të lartë mirë, nëse ju pak më poshtë, nëse ju me ujë, që të është mas mjeti me prish kështu. Zdo tonë që ti që ke prish me njëherë me kafshat, jenë gjuna ju, po na po flasmi që është më smiri, me prish, se në është metoda me e mira, me prish, agjeruesi agjerimin e ti. Po është interesant që stomaku i njeriut që ka agjeru gjithë ditën. Shkencëtarisht kjo. Pse pejgamberi kur ka punu diçka, kur ka fol diçka, ka fol me shpallje nga ana e Zotit. Edhe në këtë rast, a thu pse zgjedhej pejgamberi me hurma, edhe pse me ujë. Njeriu që agjeron gjithë ditën, shkencëtarisht është vërtetuar se nëse agjeron gjithë ditën, ka nevojë lukthi për pak ëmbëlsi të që nuk i sjell dëm. Se ka mundsi na i valloj trileçe, aja ëmbëlsirë është, po e ka edhe domin me thonë drejtën, ka pak dhe varë sene negative. Ndërsa hurmeja ja sjell lukthit që atë lloj ëmbëlsire që po i duhet, edhe dëm nuk i bën. Ka nevojë lukthi. Pastaj, po pse me ujë? Haxhi, melçia e agjeruesit. Gjatë ton ditës, si ka hi ujë kur gjon në brendësinë e tij, fillon melçia e tij pak mu të kurrë. Mu ngushtu pak, mu forcu pak. E ajo që ngjall melçina, di cila është? Që ta ngjall melçin. Nuk është kafshatët e bukës në fillim. Por është ujë. A përveni urtësin, pse pejgamberi e niske ja me hurme, ja me ujë. Ose me hurme dhe me ujë. Po, ose me hurme dhe me ujë, ja niske që edhe ja dhon ke stomakut ato që duhet pas një mungese gjatë këtë ditës së agjerimit, edhe ja dhon ke melçis pjesën çka ju dashke. Pastaj, prej sunetit që një numër i madh e kanë harruar, thonë drejtën, prej sunetit tjetër të agjeruesit është, fillimisht gjatë ton ditën e ki hapësiren, që na pasmëran në nalt, e ki hapësiren mundësin, rastin e volitshëm që ti me bodo, gjatë ton ditës. Që është na pa thonë pejgamberi alayhi as-salatu wasallam që prej duave, prej personave që nuk i refuzohet duaja, prej treve, cili pa të qenë, në nalt, ka qenë edhe agjeruesi. Këna thonë kështu? Pra agjeruesi ti pranon duaja, por është henez edhe një rast edhe ma e volitshme se kjo, cili momentit kur han iftar, në qëto momente me bo doa. Në qëto momente me bo doa është rast henez ma i volitshëm për mu të pranu doaja. Fillimisht gjatë ton ditës si agjerues doaja është rast për mu të pranu. Por momentet kur niset iftari, ose pak para se mu nisi iftari, ose tu e prish sa ta presh shpak një tru me hurma dhe ujë, sa ta presh një tru, mja nis edhe me bon doa me thonë, dhahaba dham'u wa batalat al-uruq wa thabata ajru Allah insha Allah. Prej doave është shkoj etja, uria mu largu, mbëshën damartë mi, mbëshën damartë mi dhe shpresoj që shpërblimi i Allahut mu shënum të aj. Mu shi me mësu arabisht që ka të pesjali kokejt, i shko mirë. Mu shi me mësu, kjo është prej doave. Po kjo është prej doave e veçantë, por si rast është, këtu e ka përmen, si lloj doje çfarë me bon. Por është edhe rast në momente të humur iftar, ose të e prit iftari. Për shembull,
Kenar kënë mejtë edhe pak minuta, mja njës iftarit, në qëta pak minuta, së e hargjën kohën tënde, ti të këshy nëj serial të padobishëm fare, ose e hum kohën për shembull të bon laf të padobishëm fare, ose e hum lafin me najt zez të bonaj përgojem, ose ndërsa ma e mirë është në qëtë raste, lej lafet krejt. Është rast kur pranohet duoja, edhe janë ndash ule kry, ndash që qysh dush, ndash që ti du banja durve kështu, ndash që gishtit banja qështu, ndash heq edhe pas njënën ban leju duoja qysh dush, edhe janë njësë, o zët, kam nevoj për të falim, o zët. O zët, këshëbe bama dëshu gjatë ti mujt të bohuna, ata dë këtë të milioner bona. Kanë qepë që ato të bona milioner, po ani, qka ti vjen, qka sështë të ndaluar, s'ka problem, edhe anis, ma mirë që kja, se edhe qove një këshill pejgamberit në vend, edhe ke shfrytzu rastin e mirë të vëleqen për mu të pranu duoja, dy fesh haxhi. Nëni është si agjerus gjatë ton ditës, edhe e dyta në momentet, para iftarit është rasti dytë, dhe më e dyfishuar mundësia për mu të pranu duoja. Kështu që, a ma mirë që shtë, a mja nisë të me këshy në isen që shë përmenda që nuk sjell dobi, veç sjell dam. Në isen që veç sjell dam, si ku që disa i këshyri së përmeni me emna këtë, se tani, pastaj, prej suneteve, prej të mirave, gjatë mujtë Ramazanit, është bujaria me qenë, mu të ushtu bujaria, dordhënja që këna përmend, por një herit mu mirë me Kur'an, mu mirë me lezimin dhe mësimin dhe studimin e Kur'anit. Jo pse lezimi i Kur'anit duhet e rëmbullaksuar është vetë gjatë mujtë Ramazanit, edhe pasaj mu Kur'anit, mja qitë një kapokin rëk, mete ku mete që ato të lezu gjatë këti mujtë. Qato këtë meti, marrë nështë ta ka vetë në gjysë të foqës, ti e ke le në gjysë të foqës, qato në gjysë të foqës, e len, ja qëtë një farë penjë që e kanë të koronat atin, ja qëtë penjë, e bashkën kapokin, tash e një vjetë, aj Kur'ani personit mos mu qelë, që shtu nuk dënë të thëtë, kjo që na pse pa e përmen me gjatë mujtë Ramazanit, mu mirë ma shumë me Kur'an. Kjo zdo të që ta neve gjatë mujtë të tjetë le mshele Kur'ani. Ju, Kur'ani është liber që dënë vazhdimisht mësim, prej ti, vazhdimisht dënë studim Kurani. Kjo është një prej shkallqeve, ose prej arsyeve të dëpsis në ashtë atë umetit, islam. Se e lojnë Kuranin, liber i Zotit po, ka zbrit për Zotit, liber i shajt krejt, por kjo, që më ndëni? A më ndëni që Zotit këtë Kuran e ka zbrit veç me lonana për rafta? Më ndëni që shtu dikush? Kella, kurse si? Zotë e ka zbrit të Kur'an për ta lezuar, për ta mësuar, për ta studiuar dhe për ta praktikuar. A nëse bëhet qëtu me Kur'anin, kini me vrejtë që për pak vite, umeti islam në lindje më perëndim ka me ndryshu pozitiv. Ka shumë njerëz sotit që ditën, kur i themi që kjo është në Kur'an, ku mërë thët ka në Kur'an? Hajde që, ku mërë që është në Kur'an kështu? A pas ka thonë Zotit që shtu, a? E një roti ka bon bakia 60, jo, që këta, elhamdulillah, këta haqilet janë ndrysh, edhe këta, vetëm se ka 60, jo me shfletu komplet Koranin, një herë bili, jo, po zdia ka kopë ndurë në herë të Koran. Zdia ka kopë ndurë në herë. Ndërsa po të kthejmin tim, është muji i Ramazanit, është muji që preferohet sënet, me ju referu dhe me ju këthy Kur'anit. Këtë e forcon hadithi që sjellë edhe Buhariu, edhe Muslimi. Se tha se hadithi vike për Ibn Abbasit, djallit migjës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha se pejgamberi asum ka qenë njeriu më bujari i njerëzve krejtve. Njeri bujar ka qenë pejgamberi asum. S'ka qenë i shtrënguar, s'ka qenë koprac, por ka qenë bujar. Por tha pejgamberi a.s. mas shumë të ju shtoj ke henez bujaria në Ramazan. Pse? Në Ramazan ju shtoj ke bujaria se i vike muj Ramazanit e ne, edhe i vike Gjibrili për çdo natë, pejgamberit. I vike për çdo natë. E çka bajke Gjibrili me pejgamberin ato për çdo natë? Ha, bërë? A çka bajke? Për çdo natë vike Gjibrili,
edhe ulshin me pejgamberin pra njëri tjetrit, edhe i thujke atë lexaje, ja korrigjojke, ja rregullojke Kur'anin, edhe i ja spjegojke në pjesë. Për këta nuk ndonaj se me thonë pejgamberi s'ka ditë çka është në Kur'an. Kjo është marrëzi me thonë kështu. E ka ditë komplet, e ka ditë se çka po e flet Zoti me këtë ajet, çka ka për qëllim. Se i vike Xhibrili, për çta pejgamberi ju shtojke bujaria dhe ju shtojke intensiteti i tij në raport me Kur'anin henez më shumë gjatë muajit të Ramazanit. Po pse i vike Xhibrili ankas muajit të Ramazanit për çdo natë? Edhe kjo deri në fund, deri në natën e fundit të Ramazanit, por më na bën neve henez shtesë mësim neve se gjatë muajit të Ramazanit kthen ju Kur'anit të paktën nis janë çato mushi me bon beje që s'ka më shumë shko mirë. Edhe me nis në muajit të Ramazanit tash Kur'anin, këtë libër të Zotit që e ka zbrit mund ç'kët muaj. Mja nis me lexu edhe thash më me bon beje Zot besën ta dhon ty se unë s'ka më lshu këtë Kur'an shumë nashta s'ka më mujt me lexu. Por pa lexu diçka ndis s'ka më lënë. E shkon shumë mirë që ishte me vazhdu. Se pejgamberi i erdhi Xhibrili edhe i jep ke Kur'an. Kur i vike Xhibrili jol ke përpara, e ja lexoj ke Kur'anin, e ja përmirësoj ke, e ja shpjegoj ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile ka pas ndodhur që çdo për çdo herë muajit Ramazanit, po në vitin e fundit i pator pejgamberit për çdo ja vaj ke çdo muaj një për seritje të plot Kur'anit. Çore, i dërguam hajde kon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja më ke Xhibrili. Kjo ajet thoma ja thëjke. Nga ta shpjegajon e Xhibrili, nga ona Zotit, krejt. Mirë, po çka interesant, në vitin e fundit i pator, hajde në këtë vit e kena 2 herë për seritje, një herë. Për sa dietarët islam kanë thonë që me lexu Kur'anin, nuk preferohet nuk preferohet Kur'anin me kompletu me ma pak se 30, maksimum me që ngutësh, për ngutna, ama veç 30, ma pak me sele. Para di që kanë thonë tani? Shtesa kanë kur vjen muaj Ramazanit, me që është muaj i veçantë muaj Ramazanit, kanë thonë tolerohet, ban, edhe me ma shumë se brenda 3 diteve me kry hatme me bo Kur'anin. Llogarit, me ma pak se 3 ditë. Për këta Imam Shafiu, kur thunë ana, ka thonë Imam Shafiu, edhe në dikush me nësi ka thonë Imam Shafiu një që atë fshatit, në qytetit ose fshatit thjesht në njëri që s'ka një përfej. Imam Shafiu, gjatë ti muajt, për me tregu që muaj i Ramazanit, muaj i Kur'anit, i veçantë, e lexojke Kur'anin ka 2 herë ditë. 2 herë ditë e bëjke hatme. Me bo 2 herë vjetë ka një herë, bo super. Po me bo njoni, me bo 2 herë jetën e ti, shkon ko gjë super apet, po Zoti inshallah në shtën vullnetin që gjatë këti muajit të Ramazanit i kthehemi më shumë librit e ti Kur'anit. Po kështu, na kanë me tani edhe sa në tjera që flasin rreth e disa që pelqehet në muajin e Ramazanit, lusmi Allah të na fal në mëshirën. Lusmi Allahun azza wa jall që në xhenet me pejgamberin të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.